Tani kam derin të ftoj në skenë The Sheriff, një ndër dy arkitektët e fitores të presidentit Trump, mikun e Sali Berishës dhe demokratëve, Amerikanin Chris Lasivita! Wow, it's fantastic. Who is ready to make Albania great again? In 2024, Në 2024, in the United States, në Shtetet e Bashkuara, the socialists tried to imprison socialistët u përpoqën të burgosen Donald Trump. Donald Trump. They failed. Dështuan. In 2025, Në 2025, here in Albania, këtu në Shqipëri, the socialists want to imprison socialistët duan të burgosen all of their opposition. të gjithë opozitën e tyre. They will fail. Do të dështojnë. Why? Përse? Because they can't defend the record of the last 12 years. Sepse nuk kanë çfarë të thonë për gjithë dështimet e 12 viteve të fundit. 12 years of crime, 12 years of drugs. 12 vite krim, 12 vite drogë. In 12 years, over 1 million Albanians have left. Dhe për 12 vjet, mbi 1 milion shqiptar janë larguar nga Shqipëria. And 12 years of economic failure. Janë 12 vjet dështim ekonomik. Why vote for the party that created all of the problems? Përse të votosh për një parti që ka krijuar të tëra problemet? Vote for Dr. Berisha. Votoni për doktor Berishën. Give your country opportunity Jepini vendit tuaj një mundësi. and give them hope. Thank Jepini you. shpresë. God bless. Faleminderit, ju bekov Perëndia. Para momentit final të hapjes, një intermezzo muzikore. Pak rock në skenë për të përgati për rockstar në rezidencës opozitare. Ftoj përsëri në skenë Renis Gjoka dhe band me një hap përpara. Are tua na gjithë. A tua na gjithë. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ku I kam çunat dhe koçat, ku I kam? Are bori pak shurm. Edhe ju këtej. Shumë. Në shpirt po ku fon, ku mbeti amaneti Ismail Qemalit, ku është shkolla e premtuar e ku është spitali. Pse fëmia im do duhet jashtë shtetit të dal, të jetoj në tokë tjetër se jota si fal. Siguri as oksigjen përveç lot. Çmimet shkojnë lart me të njëjtën rrogë, erdhi koha që të themi jo nga sot. Si u shqiptar, hapi sy shiko. Jo, shiko.
Vendos pallati policia se një bomb ka plas dhe një krye familjar u vranë atentat. Varfëria që arsyeja që zgjodhi atë fat që vetë që bëri lart të parë la familjen në qark. Antivlera të bombera po na shijojmë kera. Media nuk është më me popullin, jemi në kora tjera. Argëtimi marra mendje për çka fshihet në tokë. Çka planifikohet natë çdo ditë hapet një grop. Sa me gjakun e ftohtë ky gjykatës ta thot. Ai që ta vrau nënën do lirohet që sot. Skënderbeu tatuazhu po e bëni më kot, po shesin të ardhmen e vendit duke shitur një vot. Nëse të ka mbetur shpirt e arsye në kokë, nëse nuk do që dhe jetën t'japësh me koncesion, erdhi koha që të themi jo nga sot. Jo shqiptar, hapi syt, shiko. Jo, shiko, se jam jap për para teje kërko, të bësh di për para kur mos mendo, të jesh di si u prandaj ti lufto, e ti lufto. Jo, shiko, se jam jap për para teje kërko, të bësh di për para kur mos mendo, të jesh di si u prandaj ti lufto, e ti lufto. Faleminderit. Ftojmë bashkë. Më në fund, tani kam deri dhe privilegjin të ftoj liderin historik, kryetarin e Partisë Demokratike, priesin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, njeriu që shpëtoi opozitën nga rënimi dhe ngriti aty ku është sot, në majat e fitores, profesor doktor Sali Berisha! Të dashur demokrate dhe demokrat, opozitar dhe opozitare, qytetare dhe qytetar të Tiranës. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, ju, burrave dhe grave fisnik, njerëz të mrekullueshëm, që keni bërë sot këtë shesh më të bukurin e Shqipërisë, më të bukurin në Europë. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta kandidatëve të Aleancës së Shqipërisë Madhështore, të rinj të reja, burra dhe gratë, krenaria jonë, krenari për kombin. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta Zotit Krislas Sinita, kryetari Komitetit Partisë Republikane, bashkarkitektit të rikthimit më të madh, më të fuqishëm, më të jashtëzakonshëm në historinë e njerëzimit,
rikthimit të presidentit Donald Trump. Në jetën time kam mbajtur shumë fjalime, po sonte jam ma emocionuar se asnjëherë kur shoh ju, njerëz të lirë, burra dhe gra fisnik, që i keni dhënë sot këtij sheshi energjinë, entuziazmin e fitores sonë. Shqipëria madhështore është Shqipëria e shpirtit tuaj, është Shqipëria e dashurisë tuaj për te, e dashurisë për familjen, e adhetarisë tuaj, e idealeve të lirisë, njerëz të lirë. Imagjinoni për një moment krahun tjetër me patronazhist, me Katar. Imagjinoni shqiptare, shqiptare, imagjinoni nesër krahun tjetër me patronazhist, me Katar. Imagjinoni Edi Ramën, që ka në krah Elian Velin, ka në krah Qyrben, ka në krah Ilir Beqen, po ka dhe në krah Pristi, ka në krah Mek Gonigalin. E sa shumë e presin. Edi Rama, sonte e ke të vështirë natën. Miqtë e mi, kjo është një natë ndër më të veçantat, sepse sonte ne vim këtu për të nisur betejën tonë, betejën e fitores, betejën e Shqipërisë madhështore, betejën në të cilën Shqipëria ngrihet përsëri. Këto vite e keqja e vuri para vendin tonë. Këto vite, 12 vite ishin për Shqipërinë, vite të shkretimit të saj nga bijtë dhe bijat. Ishin vite të varfërimit të saj. Ishin vite në të cilat regjimi i narkosve të Tiranës dhe mafia ndërkombëtare bëri gjithçka që të fshi nga kujtesa e këtij kombi veprën tuaj të pavdekshme Shqipërinë pluraliste, bëri gjithçka të fshi nga historia e këtij kombi arritjet madhore të Shqipërisë në rrugën e lirisë, bëri gjithçka të fshi nga arkivat e këtij kombi kontribute se cilit prej jush për ditetin kombëtar dhe lirinë kombëtare. Bëri gjithçka që ju të mos kishit as emër, as flamur. Po, 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 me flamur i tonë.
më krenar se kur me ju. Ja ku jemi sot, të bashkuar si asnjëherë. Ja ku jemi sot të ngritur, si Feniksi nga hiri në zenit, për shkuar drejt fitores. Miqtë e mi, ne mbledhemi sonte me një vështrim të ri për Shqipërinë, me një betim solem para saj. Për ta nxjerrur atë nga kthetrat e këtij regjimi, për ta rikthyer atë, për të rikthyer tek ajo projektin e ëndrave të trive saj, djemëve dhe vajzave, ëndrave më të bukura. Të dashur miq, 12 vite ishin vite të rënda për çdo shqiptar. Sot, 1 në 2 familje nuk ka një fëmijë në vatrën e vet, por e kanë rrugë të botës. Sot, 700.000 pensionistë qajnë pothuajse çdo ditë me lot të ftohta mjerimi. Sot, mira smur nuk marrin ilaçet dhe mbeten në mshirën e smundjes në shtratin e spitaleve tona. Sot, qindra mira familje shqiptare nuk marrin më drejtësi. Sot, qindra mira biznese falimentojnë njëra mas tjetrës. Qindra mira vende pune shkatrohen nga narkoeurot e trafikantëve të Edi Rams. Sot, sirenat e ndryshimit, sirenat e alarmit për ndryshuar Shqipërinë bien në të 4 anë të dheut. Sot, Shqipëria pret me padurim ndryshimin e madh, pret me padurim projektin e madh, projektin më të bukur që ka njohur në histori, projektin e Shqipërisë madhështore. Miqtë e mi, këto ditë, këte muaj, në këtë fushat, ndeshen 2 botë, ndeshen 2 filozofi, ndeshen 2 projekte. Në njëra anë janë ata të cilët e sollën Shqipërinë në 12 vite në këtë ditë. Në janë ata të cilët e grabitën dhe e paçkitën Shqipërinë dhe shqiptarët sa asnjë pushtim tjetër në histori. Miq, Shqipëria është e smur. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. I të merruar nga e vërteta, i të merruar nga transparenca, ka 2 muaj që është ngujuar në zyrë, ka 2 muaj që flet me vete,
ka 2 muaj që ka frikë. Por miq, u përpoq me çdo mënyrë, u përpoq me gjithçka, me arrestime, me korupcion, me përçarje, me çdo gjë, që Shqipëria të mos kishte opozit. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur. Edi Rama, vazhdon avazën e vjetër. Edi Rama, vazhdon mashtrime, shpifje, trillime. Por, për 12 vite shqiptarve, nuk u tregon gjë dot një vepër, sepse kudo ka vjedhur dhe vetëm ka vjedhur. Luftë e tij me Partitë Demokratike, trashëgiminë e saj, është luftë e Don Kishotit me mullitë e erës. Çfarë do që të thotë dhe çfarë do që të bëjnë. Kjo parti është parti e pluralizmit politik. Ky flamur është flamuri i pluralizmit politik. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që përmbysin diktaturën komuniste, vendosin demokracinë dhe ekonominë e tregut. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që antarësojnë Shqipërinë në Këshillin e Europës. Është parti që antarësojnë Shqipërinë në NATO. Është parti që nxori Shqipërinë nga terri dhe errësira. Është partia që çau malën bashkoi kombin me rrugën e kombit. Është partia që dyfishoi rrogat, pensionet dhe nxori Shqipërinë nga humlera e varfërisë në grupe dhe me të ardhura të mesme të larta. Kjo parti është partia që liberalizoi vizat shqiptarëve, suksesin e tyre të jetës i nxori nga izolimi evropian. Kjo parti është partia e projekte të mëdha, më të mëdha në historinë e Shqipërisë dhe në më të mëdha në rajone me gjërë. Etapin Devollit. Miqtë e mi, kjo parti ka paraqitur para shqiptarëve një program në të cilën jo më vepra të caktuara, por Shqipëria e tërë do të jetë madhështore, madhështore, madhështore. Edi Rama, me propagandën e tij, përpiqet nga mëngjesi gjerëndark, i qanë hallin Kalorshit se i varen këmbët, i qanë hallin Sali Berisht për vitet e tij. Tani do t'i them këtu para jush. Edvin, vitet e Sali Berisht janë që të gjitha vite bio. Janë vite bio. Vetigu që i bëre me lakejt e tu, treguar se Sali Berisha del sot para shqiptarve
si politikani më i pastër që ka njohur Shqipëria dhe me gjërë. Edvin, në atë vetin për të cilin nuk e nise përsi e nise, por mund të them se ndërë më bëre, u tregove shqiptarve se ku qëndron forca e pathyeshme e Sali Berishës. Miq, për sa i përket moshës, ju garantoj që ajo se keni njohur ju, po unë më mend, ngjet jo me gramozin, por me gjyshin e Gramozruçit. Ndaj dhe nuk e din ti se ti vjedh gjithë ditën, po forca e burrit matet, fuqia e një burri matet, me dashurinë dhe pasionin që ka ai për të ndihmuar shoqërinë, kombin, vendin e tij. Nuk jam kthyer unë për pushtet. Jo. Unë kam qenë në pushtet dhe kam lënë ato që ti kur si shuan dot. Nuk jam kthyer unë për para. Jo. Shqiptarët e panë se cili ishte vetimu i Sali Berishës. Nuk jam kthyer unë për luks. Jo. Dije, në moshën time, kur unë kam ardhur në këtë stad të jetës, këtë eksperiencë, këtë dashuri, këtë respekt që kam për njerëzit, duhet t'ja u kushtoj atyre, duhet t'ja u kushtoj fëmijëve të tyre, duhet t'ja kushtoj këtij projekti që po pushton çdo ditë më shumë zemrat dhe mendjen e tyre. Duhet që së bashku me ta, ashtu si që përmbysën diktaturën e baballarëve tu, ashtu si që vendosën tregun dhe demokracinë, ashtu si që antarësuam Shqipërinë në NATO, ashtu si që transformuam Shqipërinë, të ndërtojmë tani Shqipërinë madhështore, Shqipërinë më të bukur që shqiptarët kanë patur tërë historinë e tyre. Ndaj dhe ne këtë projekt do të nisim jo me patronazhishin si që nis ti, jo me ata ministrat atë klanin të nda oligarkët që malë për rreth, vjedh dhe plaçkit me mënyrë të pamëshirë këtë vend. Po do të nisim me ata që ruajnë kafshatën. Do të nisim me ata të cilët qajnë me lotë mjerimi. Do të nisim me ata 750.000 burra të cilët i ke katandisur si askush tjetër në Europë. Do vendosim minimum jetik 200 euro për çdo pensionist, për çdo student, për çdo papunë, për çdo ndihmë ekonomike. Ne jemi partia e rritjes dhe dyfishimit të rrogave dhe pensioneve. Ne do i rrisim dhe dyfishojmë ato. Vetëm në këtë mënyrë ne u rikthejmë familjeve shqiptare të
të cilat janë të shenjta për ne. U rikthejmë dignitetin, u rikthejmë shpresën, u rikthejmë besimin tek vetja, familja dhe Shqipëria. Shqipëria e punës, Shqipëria e njerëzve të paguar, Shqipëria e njerëzve që prodhojnë, Shqipëria e njerëzve të suksesit, është qëllimi i projektit tonë. Ndaj edhe unë jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se qeveria do të vendosë mbi ta taksat më të ulta që ekzistojnë në Europë dhe në botë. Në mënyrë që ju, me të mundin djersën tuaj, të begatohi, të mkëmi, të pasurohi. Miqtë e mi, nuk ka një vend të dytë të pasur si Shqipëria. Nuk ka 28.000 kilometra kator që të ketë pasurit e saj prallore. Sot, ato të shfrytëzohen nga Edi Rama dhe në garkët e tij, një lloj si sistemin më tegër kolonial. Nesër, ato do kthehen në pasuri për ju, për fëmijët tuaj, për Shqipërinë madhështore, për Shqipërinë e të ardhmes. Pastrimi i shtëpisë edhe një herë. Zoti e do Shqipërinë kur ne të pastrojmë atë. Zoti vjen në shtëpi kur ne ta pastrojmë atë. Ndaj dhe ju garantoj se zero tolerancë ndaj korrupsionit do t'jetë motoja jonë. Të dashur miq, njeriu i lirë, njeriu i punës, njeriu i ndershëm, nuk ka armik më të egër se korrupsionin e qeveritarëve të tij. Korrupsioni vret mundësitë e të rive, vret mundësinë e njerëzve. Korrupsioni mbjell krimin dhe pasigurin. Korrupsioni mbjell skamjen dhe varfrin. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se zero tolerancë ndaj shpërdorimit vjedhjes pasurive tyre, parave tyre. Jam këtu për të dhënë fjalën shqiptarëve se auditi i përgjithshëm i narkoshtetit do u rikthejnë shqiptarëve qindra miliona euro më shumë të vjedha prej tyre. Jam këtu para jush për të zotuar se organizatat kriminale kudo që janë, në Shqipëri, në Aruba, në Dubai, kudo të ndodhen, do vendosen para ligjit në Shqipëri dhe bashkë me ta ministrat kriminal, ministrat hajdut. Ligji dhe vetëm ligji, të drejtat e qytetarëve, shteti ligjor, janë dhe do mbeten motoja jonë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore është vetëm Shqipëria e ëndrës së këtyre të rive.
Ndaj dhe Shqipëria duhet madhështora atëherë kur ta shtrojmë ne këte në epicendër të teknologjive më të larta. Kur ta vendosim Shqipërinë në trenin e revolucionit teknologjisë së lartë, ta shtrojmë atë në epicendër të data qendrave, të inteligencë artificiale, të blockchain, kriptokarense dhe kriptomonedhave, të internetit 3. Pra, a mu t'i baj këto njëri që mbyll TikTokun? Ky burrec 2 metra i gjatë ka frikë nga trit, ka frikë nga teknologjia, ka frikë nga rinia. 11 maj është fundi i tij. E përsia, forca e jonë janë të pakrahasueshme me krahun tjetër. S'ka të krahasuar. Ata janë peng të shpirtrave të tyre me Katar. Ata janë peng të dosjeve të tyre. Ju lutem, krahasoni pak këta deputet me Lubit, me Dabjan, me bushkat, me dushkat, me radhë. A kanë të krahasuar? S'kan asnjë krahasim. Po ndalemi diku tjetër. A nuk menduar se na zhduken nga faqe e dheut dhe ja ku jemi sot? Të fort më të fort se kur. Sepse ne jemi njerëz besimit. Të besimit të vlerave, të besimit tek liria, të besimit tek familja, të besimit tek Shqipëria, të besimit tek Zoti. Njerëz të besimit janë njerëz të pathyeshëm. Njerëz të besimit janë njerëz të pamundurave. Ndaj miqtë e mi, 30 ditë kanë mbetur. 30 ditë kanë mbetur. Le të harrojmë lodhjen. Le të lamë me një lodhjen. Le të lamë me një gjumin. Le të lamë me një dëfrimin. Të gjithë në fushat nga mëngjesi darkë. Kjo rruga drejt fitores, rruga duke trokitur çdo mendje dhe çdo zemër, duke takuar çdo të njohur dhe të panjohur, të bindur se Shqipëria madhështore nuk është një program për pushtete Sali Berishës, nuk është një projekt i veçantë, është një projekt për çdo shqiptar, demokrati pa parti socialist. Është një projekt për çdo advetar. Është një projekt për çdo njeri që i thot ditetit dhe lirisë të ri ditet. Çfarë po kërkojmë ne? Po kërkojmë që Shqipërinë ta bëjmë të jetueshme. Po kërkojmë që Shqipëria të krenohet me prodhimin e saj. Po kërkojmë që të rritë e saj të ndërtojnë në ëndrën në Shqipëri dhe jo të ndrojnë të ikin nga Shqipëria. Ndaj dhe le të bëjmë
ne këtë muajin e përpjekjes të jetës sonë, muajin e vendimeve më të rëndësishme të jetës sonë, muajin për t'i dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve fitoren. Me 12 maj të mblidhem në këtë shesh, të festojmë së bashku për Shqipërinë, për Shqipërinë madhështore, për Shqipërinë që meritojmë. Njëmbëdhjetë maj është ditë e votës lirë. Të dashur miq, sirenat e votës së lirë shqiptarëve po bien në të gjithë Europën. Një javë në mbarë Europën u goshdua Edi Rama, u goshdua narkoshteti, zotimi solem, se shqiptarët do votojnë të lirë, dhe unë i them Edi Ramës, mos prek votën, se në mënyrë absolute, mbi tokë vend nuk do kesh. Jo. Jo. Largohu me vot. Largohu me vot, se ke bërë të këqia të mëdha këti vendi dhe këti kombi. Po iken me turp, se keqja me madhe, pasen vërhoqës dhe historinë e shqiptarve. Ndaj dhe i përshtes të gjithë ata socialistë që kanë vendosur të bashkohen me ne, i përshtes të gjithë shqiptarët, që së bashku Shqipërinë e dhimbjes ta shtrojmë në Shqipëri normale, Shqipërinë e qetë, Shqipërinë e gëzimit, Shqipërinë e varfërisë në Shqipërinë e mirëqenjes, Shqipërinë e dhunës dhe terrorit politik në Shqipërinë e lirive politike, Shqipërinë e shgënjimit dhe dëshpërimit në Shqipërinë e shpresës dhe të besimit, në Shqipërinë e të ardhmes. Rrofsh ju, rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.